Ilir Meta nuk vë baste. Ilir Meta bën betim. Bëri betim i kushtetut. A bëri betim i kushtetut? Po ta e di që ju suduroj, po edhe afati 5 vjeçar është pjesë është afat kushtetues, për ata që janë juristë. Dhe Ilir Meta e ka mbrojtur presidencën dhe ka treguar që është institucioni më i rëndësishëm në këtë shtet, që ka shumë hallduper e stomak prishur, që mendojnë që pos dhe tendera, pos dhe koncesione, pos bëre harame, nuk e pushtet. Të gjithë kundër i pati. Apo si pati? Të gjithë kundër i pati. Edhe ju për fat keq, sepse i dhat besën Lelushit, duke djegur mandatet edhe duke braktisur zgjedhësit tuaj edhe pushtetin vendor. Deri kur e bëri mandatin ai Ilir Meta? Apo u bëra dhe shqipojnë në fund fare, në shenjë respekti, sepse ajo ka qenë deviza ime. Prandaj edhe në partinë e re të Lirisë kemi përsëri shqiponjën, se jemi popull shqiponjësh, dhe jemi popull ilirësh, dhe jemi popull luanësh. Nuk jemi popull lepojsh. Që të na në përkëmbin pasardhësit e dushanëve dhe shërbëtorët e dushmanëve të këtij vendi. Nga sot, ju bëj ditur që do të punojmë në 3 drejtime. E para, revolucioni antikorrupsion. Organizimi i Partisë Lirisë duke u hapur. Jo duke u shqetësuar se kush po vjen e pse po vjen. Dhe e treta, qeverisja e vendit, përgatitja. Dytë para do të jenë detyrat tona kryesore, me mua dhe me të gjithë ju. Përgatitja për qeverisjen do të jetë padyshim e imja, po do të jetë edhe e zotit Nesho, e profesor Petraqit edhe shumë intelektualve, ekspertve, që do të bashkojmë në këtë ndërmarrje shumë të rëndësishme. Po i para është revolucioni antikorrupsion, antikorrupsion, antikorrupsion. Sepse ky është revolucioni për rikthimin, rivendosjen njëherë për gjithmonë të vend të lirisë dhe të ndëshkimit. Të pamëshirshëm. Për ata që kanë shkelur kushtetutën. Për ata që tradhtojnë interesat kombëtare. Për ata që futin thika mas shpinët çështjes shqiptare. Pse? Në mënyrë që dushmanët të lobojnë edhe ata bashkë me harramët e Shqipërisë, që vjedhin miliarda, që të tolerohet korrupsioni. Drejtësi dhe reformën drejtësi do të çojë para popullit Shqipërisë. Se është ai që paguan taksa për gjithë, që paguan edhe për reformën drejtësi. Që paguan që prokurorët të marrin nga 6 milion lek 3 fishën e presidentit të Republikës, e gjyqtarët e kështu me radhë.